Të nderuar teleshikues të Berësh TV. Sot ne jemi në fshatin Marinës të Bashkisë Berçit dhe konkretisht në fermën e zotit Elton Rama, i cili ka kultivuar shalqe në parcelën Ullës, apo jo, në ana jugore e malit Gradisës. Zoti Elton kultivon jo vetëm shalqe, ka kultivuar grun, elb, rikon dhe shumë kultura dhe ka mjete mekanike, pra është një ferm ose një mini ferm e vogël që mund ta quajmë. Atëherë të takojmë zotin Elton dhe të bisedojmë me të. Në një kënd të qetë të fshatit, Elton Rama po ndërton me përkushtim ëndrrën e tij bujqësore. Fermieri Energji ka mbjellë së fundmi 7 lyme shalqe, duke i shtuar kështu gamës së prodhimeve të fermës së tij të vogël, që më shumë se ferm mund të quhet një mini qendër e bujqësisë së gjallë. Por puna e tij nuk ndalet këtu. Eltoni merret gjithashtu me kultivimin e rigonit dhe drithrave, ndërsa në sezonin e korrjes është ai vetë që ngjitet në autokombajon personale për të korrur grurin që grumbëllon me mjeshtëri. Në një kohë kur shumë të rinj zgjedhin të largohen nga toka, Elton Rama është shembulli i tij që mbjell me duar shpresën dhe korr me pasion të ardhmen. Një fermer me shpirt të madh dhe me një vizion që rritet bashkë me të mbjellat. Si fillimisht me shalqe, kam mbjell vjet, por nuk kishe ujë. Hera parë. Ma shumë për eksperiencë. Po. Si vjet është hera dytë. Si vjet i kam bërë me kushtet siç e shikoni edhe vet, me ujë, me plasmas mos ribar. Shalqit kanë 40 ditë sot që janë mbjell. Domethënë një muaj e 10 ditë që i ke mbjell. Po. Si bim, shikohet vetë, është e pastër, e mirë, plera kimike s'kam hedh fare, vetëm ujë. Ujë. Kur e parashikon që të dalësh në treg me shalqet? Përja 20 ditë, 25 ditë. 25 ditë. Po. Domethënë i bie mund të filloj në pak. Nga pak. Ati ke llogaritur që kjo periudhë i ke mbjell pak vonë, Po, vonë jam. Me qëllim që të shfrytëzosh mungesën në treg. Fusha tjera janë më të zhvilluara dhe ne kaq mundësi kemi. Po jo, që të shfrytëzosh mungesën në treg, apo jo? Po. Pra që të kesh mundësi për të shitur. Është shalqi fushë, siç duket nuk ka asnjë gjë. Smurje deri tash nuk kam pas. Po. Deri tash duken mirë. Shohim si do shkoj. Po. Thej që ke mbjell vjet, pra ke mësuar teknologjinë, vjet ke qenë risës, besoj, a? Po. Nuk e kishe iden fare. Si vjet jam pak më ndryshe. Edhe duket edhe nga bima, vjet nuk kam pas këtë lloj bime. E që jam bim më ndryshe, jo smurje, jo nuk kishe ujë. Uji është kryesorja. Pra se të vazhdojmë ke shalqet, me fjalë, unë do thoj e kështu. Ti ke disa vite, ne kemi bërë dhe intervista vitin e kaluar, ke mjete mekanike, nuk e di, patet 2 kombaja, tani nuk e di se sa më kesh. Një kombaj, ke mjete tjera, pra i kryen me... Kam 2 traktora, një të vogël të madh. Tokën këtu dhe në vende tjera që ke për kulturat bujqësore, përveç tokës tate ke marrë me qera? Po, kam marrë shumë me qera, kam gati ke 30 hektar tokë me qera. Po? Edhe... 30 hektar? 30 hektar. Po? Vjet kemi pas 15 hektar grun relë, si vjet duke pa tregun rasti për faqja e ula, kam vajt deri me 7 hektar, sepse nuk ka çmim. Vjet e kemi shit me 280 lekë, si vjet të shesim me 350 lekë. Po, grun relë. Për këtë sipërfaqe që thu ti, që ke sipërfaqe të madhe, ke punëtor, ke të punësuar? Po, punëtor ka, rroga punëtorit shkon 30.000 lekë, 25 deri në 30.000 lekë, 6 orë punë. Sa punëtor ke? Ka marrë, ka ditë që ka marrë në 5, po, sezonal. Ka ditë që ka marrë në 5, ka ditë që marrë 2, e shumëta në 5. Kurse ku vojnë me rigon, marrë gati ke 10 gra që vojnë me rigon. Që vjen rigon. Po, edhe në përshitje. E ke marru rigonin së kormi? Gjysmën po. Gjysmën e kam 3, pres që të marroj fazën e lullës, pastaj të filloj korrin. Sa dylëm me rigon, pa të mjellë? Kam 35 dylëm me rigon dhe 1 hektar trumës. Trumëzën se korë tani, e? Ja, trumëza pret akoma, trumëza në funi mujit. Po,
Ç'është janë çmimet e shitjes së këtyre? Me Rigonin kemi nel kënaqem, ka pas. Nuk është se kemi kanel stok, me pagesat ka qenë korrekt. Çdo gjë ka qenë perfekt. Një nim të vogël për shembull mund t'ia kërkosh firmës, ndihmon, nuk është daç me ndim financiare, daç me kështu. Do më do për çmim ti thu për grurin. Po, për grurin jemi pa kënaqem, do nuk ja vlen. Po për këto sipërfaqe merr ke apliku për naftë, merr naftë. Kemi apliku, po të gjitha nuk kapën se njëri ka ikë në Angli, njëri nuk ku mund të gjesh gjitha të karta. Pra duhen kartat e identitetit dhe firmat e personave. Po. Mi fjalë. Atëre sa patë vjet se di? Vjet patë 4 dëlym. 4 dëlym. Ku e shite, ku e patë tregun? Po mbelesh kam shit, edhe do ke shtëpia. Nuk kam pas shu. Nuk e pas treg. Jo. Atë të futemi që ti shohim. Të nderuar teleshikues, këtu jemi në mezin e parcelës që ka me shalqi. Gjendja duket shumë e mirë, si gjendje, domethënë shëndetësore po themi e shalqinëve. Atëherë tonë sa varietete shalqinës? Ne kemi marrë për shalqi veni, po? Likur holl, jo likur trash. Po? Që të shfrytëzojmë, për shembull, siç thot Bashkia Belësh, kemi turizëm, shfrytëzojmë turizmin Belësh. Për të furnizuar edhe restorantet e Belësh, po e thirrë të marrë një shalqi të shkëlqyer. Po? Cilësia të flasi vet, ne për këtë jemi mundu që pak të furnizojmë që kemi në Belësh. Në çfarë distancë që ke mjell ti? Shalqini o mjell bima na bima 1 metër, rreshtin e rreshtit 2 metra. 2 metra. Ke në një kështu domethënë sa kokra i le një shalqini? Unë deri të Do ke në praktik? Ja, nuk kam praktik. Nuk ke praktik. Nuk kam praktik, siç ta thash jam fillimet e mia me shalqi, nuk është se kam shumë ide shalqiri. Po nuk merr udhëzime diku për shembull që domethënë një shalqin do lëm kaq kokra, tjera do i heqë me qëllim që të shihë këto. Mas 10 ditësh do më vi një agronom nga Shkodra, se e përshëndes Fram Palushi, edhe ai mund të ndihmojmë. Ka ndihmuar shumë te masë me grurin edhe me elpin, ka shumë eksperiencë në fushën e tij, sidomos me misrin. Po me shalqin është marrë me shalqin? Po, është marrë dhe me shalqin. Tashim ka dhënë llafën që do vi nga Shkodra do vi. Po, shumë mirë. Atë ja do po shohim 2 kokra shalqini. Po, 2 kokra shalqini. I lëvisti këta shalqin, për shembull ai që në 10. Në 10, ai pra duhet nxjerr nga 10, apo jo? Po. I lëvizim, sepse rrezja e diellit të kapi gjithë krahët. Siç duket u ka shumë rrez dielli. Po. Duhet të shalqire. Unë po shoh që nuk janë të gjithë i lloj. Po. Si shalqin. Te kemi. Domethënë kemi ca shalqin të gjatë dhe ca ishin trumullakë. Që kemi marrë fidanët. Nëse të më parasit. Që kemi përësit për gjithë një lloj, na kanë dalë një ndryshe. Pra si e fort i kënaqur në këtë. Ja, na agronomi një. Po. Ja, është si i gjatë. Po. I vogël në lidhje. Në lidhje. Po maja di pret maja? Jo, maja s'kam pre fare. Nuk e pre, sepse këte ma kanë thonë që mos i luajse nuk është ajo kohë mo, e tillë. Është për shembull çat lidhë do lidhë me vetë. Atë që e man da maj. Atë që s'e man e çon vet, nuk ka nevojë as për rrethim, as për sa. Pra ka ik ajo lloj teorie që kaq kokra në shef për shembull të moshës ta do thonë jo duam pre majës. Po. Si lin majë. Po në fakt ka ndryshuar dhe varietetet, ka ndryshuar dhe teknologjia. Po, unë shoh shumë në telefon që i bojnë edhe krasitje. Rallim se nuk i lojnë shumë gomzhut, po. Po. Ja, atëherë. Ja që ka si Ky nuk njihet Shqipëri, sidomos për interesant domethënë këta qeka. Për shalqi, jo, ka shumë rojna, janë ka 20 roj. Ky qeka në Shqipëri nuk njihet ai. Një tjetër shalqi. Në Greqi njihet shumë, ka shumë çmim të mirë në Greqi ky lloj.
për sot. Pra nuk I paske, Ose tip kastraveti. nuk I paske I lloj. Ja. Shive këtu ka që. Ja, kemi tjetër këtu. Për kjo që ka si shërqin I zi në ana jashtë, zi, ne? po. I gjatë. Ky rishti. Në shofim edhe rishtin tu, atë të, ja. Edhe aty prap dy. A dy tjera këtu. Kështu pas a lidhë mirë. Jo, ka lidh. Po tjetër. Është ka lidhur mirë. Sidomos ka lidh tash që I bona Po. ka lidh më shumë. Këte, për shembull, po, këtë lloj teknologjie që mos I presh majat, kush ta ka rekomanduar? Tera nuk më ka rekomanduar njëri, po pyeta një herë një nga fjerë që mbjell shumë. Edhe thash që duam prën majat, jo, më ka thonë që nuk duam prën, nuk mos I luaj fare, siç ti mbjellësh, mos I luaj. Ai kultivon është. Po, kultivon gati 2 hektar. Po, sa parashikon ti këtu? Sa dëlym kishe ti? Tu janë 7 dëlym. 7 dëlym. Sa parashikon për 7 dëlym? Se me që ke mjell dhe Për vjetë. 7 dëlym, e pakta marrësh 2000 ton. 2000? Po. 7 dëlym. Sidomos për shembull janë 2800 roj shelqi. 2300 roj. Po, Sa I bie roj? 2800 roj, unë po të thënë të marrësh 2000 kujtal pak. Pak të bëjë, çdo roj të bëjë 10 kg. Është 10 kg. Po. 2300. Me këtë kam hec. Domethënë 10 kg po I bon, sepse edhe sikur 2 sheltina 5 kg Po, pra. vjet. Atë kam lulli. Po do kesh dhe sheltin, dhe se kjo tokë shumë e mirë këto. Toka, Fakt, po. Toka e Ulzës. Asnjëri s'ka pëlqyer këtë tokë. Qur ka ardhe I Shkodrës që ja kam pru këtu për Shiko, herë të parë më ka thonë që kjo tokë njësh për patate. Tash ndjo, patate këtu nuk ka mjell njëri patate deri më sot. shiko, kjo Po mund ta provoj unë demi parë. Këto janë toka, ky lloj territori këtu është tokë. Si ky shumë e mirë. pata parasit të gjithë, më ka dalë në Si lloj territori ky këtu për tokën. Këto janë tokat mushme. Kanë ardhur aluvione, Torf. gradishta, na gjitha ka qenë dhe liçendu mos gaboj, apo jo? po. Kështu që kjo është tokë e pasur. Po mësoj se Kemi prapë se I ziu atje. Shëno? Është për mua është I veçantë se nuk kam pa herë deri më sot. Gjatë, ka pa trombullake të zi, po gjatë jo. nëse ti do I shohësh pasaj kur të rritën, po. piqen, do shohësh Kur ti shije. provoj. Do I provosh gjithë llojin, Po. edhe pastaj do mbështetesh ke një duk të lloj, apo jo, për vitin që vjen. Po. Atë ke në mend vitin që vjen që të kultivosh prap? Të shohim si do dalim. Pastaj me varësi të Pastaj varësi vendos. kësaj. Po. Po me ujitjen, si e ke bë me ujitjen? Me ujitjen pak vështirë. Se po shoh të tubat. Po, tubat normal që ti I vosh. Por nuk shpenzove, nuk merr. Aha. Por ujitjen na ka pastrou bashkia, pak a shumë e pastrou kanale. Po. Pastaj more benat që e bona vetet, po rregullohet pak rrugën, matan se nuk ndihmoj. Po. Po uji këtu nga vjen uji? Ujti vjen ashuri. A hapim matan që kam për të vadit jonë xhamisra, vjen drejt. Me çfarë vjen? Me rrjedhë lirë Me vjen? rrjedhë lirë. A nga civilza? Po. Domethënë, Unë llogarita këtën, se I bleva në pomë zëtorit, thash nëse nuk do mbi ujti, do ta hedhja me 2 hedhje, me pomë zëtorit për kanal tu, pastaj që do të rritë shpenzimet, patjetër, do të rritë shpenzimet, koston. po. Këtu ke vendos tubat besoj. Po, tuba, në pikatore. 20 cm ka pikatore. Sa Jo herë me komplet Po, bravo. si e ke vaditjen, domethënë sa Një herë herë? në 2 ditë, duke ardhur duke pa lagështim. Janë 2 ditë, ëh? Janë 2 ditë, në 2 orë. Po. Çfarë kapacitet ka pompa aty? Pompa që kam unë e mulon gjithë në 7 lymsh. Sa litra në sekondë ka? Ajo ka 306 litër minutë. Në minutë. Po. 306 litra minutë. Besoj, domethënë 6 litra në sekondë. Po. 6 litra në sekondë, po. 6 në orë. Telefonizon me gjys gazi, se po të japësh gaz shumë pas më.
Se markush janë, ata që janë vënë me pikator janë tek përdorim. 6 litra në sekund. 3 minutë 600 sekunda. Ishte 1 metër kub në orë. Sa i lenti këto? 2 orë. 2 orë, ne ishte 2 orë, ka raste në... Sa të lëmë të li? Sa të lëmë. Ka raste edhe 3 orë. Këtë tërë tash të bëj vaditin e punë që të bëj që shumë. Shohë, më Ti si agronom për shembull? Po. Doja me të bëj vetëm tek pyetje. Po. Unë nuk kam eksperiencë në Shqipëri, por doja me bëj një tek vadite për shembull kompletarës. Me bëj gjithë në rreth lirë. Po. Jo me pikatore, ta vadis një herë vetëm gjithë arën edhe pastaj shoh. Si këshill. Po. Në fakt në kohën e kooperativave bujqësore, Po. edhe ne kemi vaditur me rrjedhë të lirë. Po. Se me spicator më kanë thënë që nuk bën. Po. Por ka i gjë që ke rrjedhë e lirë do mos e lësh ujtin shumë për arsye se shalqini, Po. duhani, fasulja, Po. domatja, speci janë shumë delikate në qëndrimi i ujit. Po. Dhe nëse kjo bëhet, dhe ti e garanton që për shembull mos qëndrojë uji Po. në vend, Po. mund ta bësh. Me këtë çast e pije, Mund- e mund- provova mund ta- atë lart e Mund pin ta bësh, domethënë. Të lloj gjaja. Nuk është. Do kesh më tepër shpenzim ujë. Sepse për shembull, kjo është sipërfaqe, një dylëm këtu do minimalisht 50 metër kub ujë. 40, 50, 75, 350 metër kub ujë. Llogaritë me sa të gjerë pompa, 6 litra në sekund, domethënë i bie 6 24 metër kub gjerë në orët, sa thamë ne, shumë zoje, sa orë da ma shumë. Edhe se du të kesh punëtor, që dhe mund të tërheqin ujtë. Se ndryshe pasaj, do më thonë të fillon dhe vëshket direkt dhe. Te gjën ka, prandaj ka qenë rekomanduar dhe ma vonë dhe në kooperative bujqësore, për shembull vendosen ato traktorat me ato impiantet. Se kryesisht shalqin, boston, nuk ka nevojë për shumë ujë, sepse kanë sistem rrënjor që ja thjet thellë. Domethënë. Ja atëherë, shohemi lagështimin. Por ama, por Si agronom. do them dhe këtë. Po. Si duhet si lagështin. A ka nevojë? Kjo si lagështin e mirë, po dhe ka nevojë. Si lagështin ka, po ka nevojë për shembull që duke i futur dhe pak ujë, Po. e fillon e thith bima. Po. E kupton se këtë e ma vetë toka. Unë për këtë pyetjen që bënte më para do të rekomandoja. Po. Bë 4-5 rresha, Po. shif efektin, Po. edhe pastaj vazhdon tjerat. Apo them gabim? Po, kjo shumë ka thonë ai Shkodrës që. Po. Nuk ke nevojë as për mua, as për Jo, agronom bën prova tjetër, vetë, bën prova ti bosh vetë. agronomi vetes Jo, tane. bon, shiko, vitin e parë këtë vështirë, po vitin e dytë bon agronom, Po. ti ç'a bën? Për shembull, ty të kanë thonë që mos i pre maja. Atëherë, unë jem vëmtat, unë një rrjeshi i pres maja. Po. Tjerve jo, edhe shoh reagimin. Ku kam, numëroj kokrat e këtij rrjeshi, se gjysmë rrjeshi, se 10 bimëve, numëroj edhe këtyre. Shoh veçurinë e këtyre, rritjen e këtyre, shoh dhe rritjen e atyre. Se preja majave, natyrisht da që ushqimin ke kokra. Kështu që vetë bëhesh agronom. Për të punë. Kështu që dhe për ujitjen, bëja 4-5 rresha. Po jo atje, natë, sa atje kullohet, bëja këtu, na mezi. Për të punë. Ose gjysmë rrjeshi. Ku kam lënë rrugën? Ose gjysmë rrjeshi, nuk ka nevojë, ja 3 rresha këtu, ne gjysmë, fudi ujtin, shif reagimin. Edhe jenë gjenit në japë shmen dhe në agronom, vani. Ja.
Të nderuar teleshikues, vazhdojmë të jemi me zotin Rama, këtu në Ulës të fshatit Marinës, ku ai ka marrë tokat dhe ka mbjellë shalqin. Edhe ne i kontrollum shalqit, bile patëm edhe për grurin, se ka pasi gru shumë mirë, i zirë në Facebook, mu më përqeshin në fakt, me thonë drejtën. Edhe dojë ta pyesë sa kuntal për hektar u karon ke gruni. Ne kemi marrë, Se kjo tregus. kemi marrë për të lym Po, 6 kujtale gjys. Si vjet, hera parë. shumë mirë. Me çfarë varieteti, çfarë lloje? Varieteti është hungarez dhe për buk nuk e kemi provu me rrejt kot, po na kanë thonë që është shumë i mirë me erbut në shtator, është shumë fare mirë. Freskot, Po, freskot. e mjell Kosova. Po. Të Na lloj- Hungaria merr Kosova, pastaj tërë Po, Po jemi të kënaqëm. po. E kam shpërndarë dhe disa fermerëve tjerë, kanë el të kënaqur. Tani unë do të bëj një pyetje përfundimtare, domethënë. Ti the që ne kemi ke 30 hektar tokë që i kemi mbjellë. Po, e mos ma shumë, po të them. Ma shumë. Po. Tani, ke bon në i farë llogarie të përgjithshme që për shembull për këto 30 hektar unë këtë vit kam marrë kaq lek, kaq milion lek, dhe nga të ardhur kam marrë kaq lek dhe kam fitu kaq lek. Si vjeti kemi bo të gjitha me laps, këtë thënë se. Po, Kur fillon bosh dhe familjar, po. fillojnë ato jo, Po, s'del, jo, po, s'pon. po. Si vjeti kemi bo me laps, çdo shpenzim që është marrë, është shkrujt. Pra, ku të Shohim- rrinë në fundi merë, po, do të boni shohim bilancin. po, të shohim Do vi edhe përfundimin. do vi edhe t'jo pësu fund. Po. Do më sa fitut. Po. Do më thënë, që fitut e se fund Po fundit, me fund fundit i që i ke marrë gjithë të toka, i ke marrë për fitu, nuk i ke marrë për të humbë. fitu edhe të rrim vendin tonë. Pa tjetër, se nuk i ke marrë që kaq para se ke në xhep, ti herë se tjetër të marrë për kaq para. Sepse si ç'djojmë edhe ne, nuk është vështirësi ka çdo vend që të vesh, po. Ku i shohim që vinë njerëzit si ma ndryshin. Ti vetë ke qenë emigrant. Kam apo? qenë në Greqi. Sa vjetë ke qenë këtu? U jep kthy, kam ikë që në moshën 16 vjeç kam ikë në kom. Po. Pastaj kam ne me 3 mujorsh, unë ka të policia, Ah, ka jo, policia. vije, jo, shumë. Jetë Vujtje shumë. Jo, rregull. jo rregull. Atëherë unë në emër të televizionit Belçit, Belës TV, Edhe unë ju të falenderoj shumë. falenderoj për punën e madhe që ke bërë. Faleminderit edhe juve. Dhe shemullin tuaj ta marrë dhe fermerë tjerë. Mirë. Rafsh. Të nderuar teleshikues, siç e pat, ne sot ishim ke Agrorama, tek shalqit, mase e kam mjedhë dhe kulturat të tjera, po të cilët i ka korrur, edhe pam ka bën një punë të shkëlqyer. E falenderojmë në emër të televizionit. Ndërkohë edhe ju të dashur teleshikues, ju falenderojmë për vëmendjen dhe mirupafshim në emisionet tjera.